erdha për të blerë një çakmak dhurat për festat e vitit 30 Çargjeta te Argjendari Gjikondi. Gjeta orën e prodhuar nga Jacob & Co për Cristiano Ronaldo. Ne mbani mend modelin që i dha para kampionatit botëror të Katarit Jacob & Co, ka bustin, ka portretin e Ronaldos, firmën e tij dhe 07-ën, për CR7. Imagjino një nga orat më të rralla, më të veçanta, më të limituara të globit që nga dhe në Shqipëri. Argon, sa kohë ke marrë Jacob & Co? Kam 4-5 vjet. 4-5 vjet, se dia unë që Jacob & Co është në Tiranë. Po ky nga orat më të shtrenjta dhe prestigjioze të botës, apo? Po, ka ora deri 20 milion euro. Deri 20 milion, po blen shqiptarët Jacob & Co? Akoma nuk kanë arrit ke shifrat më dhaja, po deri ke... shitet domethënë. Po, shitet. Si e ke nisur se pash, në fakt Argjendaria nuk kisha hyrë herë tjetër, e pash është plot me hublot, me ora të mira, me shoparin, me Duponin. Si e ke nisë? Unë kam 42 vjet që merrem me Argjendar. 22 vjet Argjendar. Po. Po ti nuk e bërë Jacob & Co, në fillim do kesh bërë të orat Atlantik që ishin. Jo, unë kam qenë Argjendar. Argjendar, Në vitin 84 kam fillu punë ke Pazari Ri, ka qenë vetëm një dyqan në Tiranë dhe pothuajse në gjithë Shqipërinë atje vinin. Sa kohë punove? Dhe punova deri në vitin 90. Po pastaj? Në vitin 90, mas ambasadave, shkova në Greqi që punova prapë Argjendar 3 vjet. Po se si u ktheve? Në fund 93-shit, ato njerëzit e mi që kisha atje më thanë ktheu se duhet shkosh në vendin tatë që të bësh punën tënde, se kështu. Edhe ç'a bërë? U ktheva në fund 93-shit. Edhe? Dhe hapa një kiosk të vogël ke Muzeu Kombëtar. Atje fillova duke me kiosk e nisë? Me kiosk. Me riparime, me kështu, punoja vetë. Aty e ke nisja? Po, gjithë ditën rija në punë. Nuk pushoja... 32 vjet përpara ka nisur me kiosk e Muzeu Histori Kombëtar, shihni çka tani. Një nga orat më të rralla të botës është dhe ky versioni gold, po ky është komplet Cristiano Ronaldo, tamam. I limituari, po asaj shumë prej tjerave, hubloti, shopari, po i shofi paske të gjitha këtu tani. Një pjesë të madhe, edhe paske dhe Lalikun, Lalikun tani e kemi marrë, kemi 2 vjet, që tani do hapim dhe një butik Lalik. Po, është një nga kristalet... E rralla, ku e kam mik njëri nga pronarët e familjes Bertrandi. Më e mira e Francës, edhe janë që shiten në parankante mas 10 vjetësh, 15 vjetësh. E di, pëse rishiten prapë. Kanë vlerë shumë të madhe, se janë kristale. E kuptoni se janë histori dhe shqiptarve. E ka nisur në Greqi, është kthyer dhe shiku ka arritur. Nuk e besoj kur që kjo lloj ore kaq e rrallë gjendej në Shqipëri. Faleminderit Agron. Faleminderit shumë.